Në Gjirokastër, ndezja dritave të Bredhit u shoqërua me një koncert festiv nga fëmijët e qendrës kulturore Fato Berberi. Atmosfera festive nisi me performanca muzikore të vegjëlve, të cilët sollen këngë dhe momente artistike për qytetarët e shumë të pranishëm në shesh. Unë quhem Amelia Surka, jam te qendra kulturore Fato Berberi dhe sot që një ditë shumë e bukur sepse u ndezën dritat. Përjetojnë shumë me lumturi dhe me dashuri edhe me shumë emocion. Është shumë e bukur dhe mua më pëlqeu shumë kjo festë dhe isha shumë e lumtur. Uroj të gjithë fëmijët që të kalojnë festa të gëzuara. Ndërkaq, gjatë gjithë muajit dhjetor, Bashkia Gjirokastër do të vazhdojë me aktivitete të ndryshme festive, duke sjellë një program të pasur për të gjitha grup moshat. Bashkia Gjirokastër hapi siparin e festave të fundvitit me plot aktivitete. Fëmijët e qendrës kulturore të fëmijëve sot ndezën dritat e pemës me shumë gëzim, me shumë emocione dhe me shumë hare. Bashkia Gjirokastër ju mirëpret në fshatin e Krishtlindjeve për gjatë gjithë muajit dhjetor dhe ditët e para të janarit për të festuar në shesh çdo ditë. Çdo fundjavë do të ketë aktivitete të ndryshme me muzikë live dhe me artistë të mirënjohur. Me ndezjen e Bredhit dhe koncertin e fëmijëve, Gjirokastra ka hapur zyrtarisht festimet e fundvitit, e ndërsa dhjetori sapo ka nisur, qyteti pritet të shndërrohet në një skenë të gjallë aktivitetesh, ku çdo ditë do të sjellë një arsye të re për t'u mbledhur dhe për të festuar së bashku.